Kompleksi Medea në Bankën e Gjykimit e kanë titulluar simpoziumin studentit e psikologjisë të Universitetit Luiç Gorakuçi. Ato zgjodhen figurën e Medeas nga mitologjia greke si një mesazh për reflektim për shoqërinë e sotme. Orieta Dushi dhe Migena Haxhi ishin dy nga referuesit kryesorë në këtë simpozium. Dushi në prononcimin e saj për media theksoi: jeta shpirtërore dhe këto konflikte shpirtërore dhe psikosociale që ne hasim sot janë pjesë e një lëshimi drite që ky aktivitet i jep nëpërmjet rrugës ligjore dhe asaj emocionale dhe modelesh që ofron letërsia. Shumë aktuale sepse jeta është shumë e lvizshme dhe asnjëherë nuk ndërtohet vetëm nga njëri krah. Gjithmonë në një bashkëpunim, në një harmoni, në një tolerancë dhe pranim zgjedhjesh dhe zgjidhjesh, gjithçka bëhet më e paqët dhe më e pranueshme. Ndërsa studenti i psikologjisë dhe moderatori i simpoziumit Admir Dahati tha se si mesazh ashtu dhe fusha e studimit e bën interesante zgjedhjen e Medeas për këtë aktivitet. Fakti që letërsia antike, letërsia klasike vjen akoma e freskët edhe në ditët e sotme dhe mesazhi është akoma i vërtetë edhe për ne. Është një temë e cila ne si studentë të psikologjisë na prek, duke qenë se tashmë po hapet edhe masteri i psikologjisë ligjore dhe masteri shkencore në Shkodër dhe shumë studentë kanë si interes fushën e psikologjisë ligjore. Duke trajtuar rastin e Medeas si një rast i letërsisë klasike, për arsye se është shumë më e vështirë dhe shumë më e komplikuar me marrë raste reale të cilat për çështje etike nuk mund diskutohen publikisht. Ky simpozium larg skemas klasike akademike u kthye në një mjedis komunikimi të dobishëm me studentëve dhe panelit, ku trajtuan bashkërisht problematika të ndryshme sociale nga jeta e përditshme dhe në veçantë marrëdhëniet familjare në një këndvështrim sa më të gjerë.